Dështimi për të 14 herë i konstituimit të Kuvendit të Kosovës ka bërë që presidenti Vjosa Osmani të reagojë rreth kësaj situate. Osmani tashmë ka ftuar në një takim konsultativ liderët e partive kryesore në vend. Presidenti ka propozuar një takim të mbahet më 15 maj në orën 13. Të njëjtët gjë ka konfirmuar edhe Bekim Hupina, këshilltar i presidentes Osmani. Presidenti Osmani do të fillojë një seri konsultimesh rreth çështjes së konstituimit të kuvendit nga data 15 maj. Ftesa tashmë është dërguar për takimet e para dhe po presim konfirmimet, tha Hupina. Ky takim vjen pas shprehjes së gatishmërisë së presidentes Osmani për të pritur liderët e të gjitha partive politike në një takim gjithëpërfshirës, nëse ata e konsiderojnë të nevojshëm një angazhim të tillë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, tashmë ka shprehur gatishmërinë e plotë që nga data 16 prill që të pres liderët e partive politike në rast se ata i shohin të nevojshme një gjë të tillë. Dje nuk kemi pasur një kërkesë të tillë. Tani që disa parti kanë kërkuar që presidenti të thirrës në takim të përbashkët të liderëve, kabineti i presidentes do të kontaktojë së shpejti me partitë politike për të parë se cila është koha e përshtatshme për të gjithë për një takim të gjithëpërfshirës, kështu që ishte bërë ditur para disa ditësh nga zyra e presidentes. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar për adherimet të reja në radhët e saj në komunën e Prizrenit. Sipas një njoftimi për mediat, Vetëvendosje i është bashkuar Behar Begaj, ish antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, së bashku me disa bashkëpunëtorë të tij. Begaj ka mbajtur për vite me radhë pozitën e kryetarit të nëntegës së LDK-s në Zhurë dhe ka qenë antar i kryesisë së kësaj partie për 4 mandate radhazi. Në vijim postimi i plot, adherimi i Behar Begajt dhe bashkëpunëtorëve në lëvizjen Vetëvendosje Prizren. Lëvizja Vetëvendosje në Prizren vazhdon të zgjerohet dhe të fuqizohet me personalitete të rëndësishme dhe figura me përvojë politike dhe organizative. Në këtë frymë, Behar Begaj, një emër i njohur në komunën e Prizrenit, është bashkuar lëvizjes Vetëvendosje së bashku me një grup të konsiderueshëm bashkëpunëtorësh të tij. Behar Begaj ka mbajtur pozitën e kryetarit të nëntegës së LDK-s në Zhurë dhe është antar i kryesisë për 4 mandate të njëpasnjëshme. Ka qenë ish asamblist i komunës së Prizrenit dhe ish kryetar i bashkësisë lokale në Zhurë. Përkushtimi i tij ndaj komunitetit dhe angazhimi politik i dëshmuar në vite janë vlera të çmuara që tashmë do të kontribuojnë në fuqizimin e lëvizjes Vetëvendosje në këtë rajon. Bashkë me të në lëvizjen Vetëvendosje adherojnë edhe shumë bashkëpunëtorë të tij me përvojë dhe përkushtim në jetën publike dhe politike.